Të përjetshme të prezantoj Arto Sulollarin. Arto Sulollari ha un'insurrezione di team vjeçare pra Partisë Republikane, duke dhënë një korçatë Snexa, ai ka treguar për kushtim dhe përgjegjësi, duke u bërë një zë i fuqishëm për misionin human dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Arto Sulollari mbetet një figurë që bashkon profesionalizmin, kurajën dhe humanizmin në çdo hap të karrierës së tij. Ndiqni fjalimin e tij. Në morë të ishem nga emocionuar të një përfilluar toma. Të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik, panelit që na kanë nderuar sot në prezencën e tyre me fjalët e përgjithshme për të integruar këtë shoqëri e cila është pjesë e shtetit shqiptar të shumë prej vitesh dhe ka nevojë për suportin tonë për të integruar si çdo qytetar tjetër në Republikën e Shqipërisë. Në radhë parë dua të përshëndes bordin drejtues të shoqatës shqiptare të shpëtimit, ndryshe e njohur si Nexhat Udhenja, për një punë të palodhur dhe sistematike të përditshme. Dua të përshëndes përzemërsisht bordin e shqiptarëve, të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për vëllezërit e tyre iranian dhe për të integruar këtë komunitet. Syri keshi. Ma merrni të gjë. S'ka gjë. Për të integruar këtë komunitet më shumë se kur në pikpamje sociale, ekonomike, politike dhe çdo gjë tjetër. Sot mblidhemi për të diskutuar një çështje që nuk është thjesht humane, por është një çështje politike dhe morale, dhe që i përket një shteti demokratik për të drejtën për të jetuar me dignitet, të integruar, të lirë, nga çfarëdo lloj forme presioni, frike apo rrethësore. Në emër të shoqatës Nexhat Udhenja dua të shpreh mirënjohjen time të thellë ndaj qeverisë shqiptare, Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Policisë së Shtetit, Komisionit Kombëtar për Azilin dhe Refugjatët, si dhe strukturave të bashkëpunimit ndërkombëtar për përpjekjet që kanë bërë deri tani për trajnimin e situatës të ish anëtarëve të organizatës terroriste Mujahedin. Në të njëjtën kohë dua të them me forcë se është koha që fjalët të kthehen në veprime konkrete duke qenë të gjithë bashkë. Në fakt për shumë fytyra të reja që janë pjesë e këtij organizimi, shoqata Nexhat Udhenja nuk është një organizatë e zakonshme, ajo është ura njerëzore, por dhe diplomatike që lidh popullin shqiptar me popullin e lirë të Iranit. Është një organizatë që mbar mbi vete një mision human, por dhe politik që të shpëtojë jetën atyre që janë mashtruar e më pas izoluar dhe u përdorën për qëllime terroriste nga organizata Mujahedine, e cila është e njohur ndërkombëtarisht si një strukturë me veprimtari të rrezikshme, antidemokratike dhe shkatruese. Në bashkëpunim me autoritetet shqiptare dhe partnerët strategjik ndërkombëtar ne kemi arritur të integrojmë me dignitet me dhjetra e shqiptara iranian të lirë, të cilët sot punojnë, jetojnë dhe kontribuojnë në jetën ekonomike dhe shoqërore të shtetit shqiptar. Iranianët janë simboli më i bukur i bashkëtesës mes dy popujve tanë, dhe janë pikërisht iranianët të cilët janë një popull punëtor, qytetar të ndershëm, njerëz të cilët kanë zgjedhur paqen, punën, respektin, përgjigjen.
Në sytë e shqiptarëve ata nuk janë thjesht më të huaj, ata janë vëllezërit tanë. Kjo është një fitore që shoqata e gjatë e ka krijuar tashmë në Shqipëri, por dhe një fitore e demokracisë të gjithë legjislacionit shqiptar. Sa i takon situatës aktuale të ish anëtarëve Mujahedin dhe sfidat e tyre ligjore, kemi patur kënaqësinë e nderin që Disa Bilo, që është pjesë e bordit të shoqatës në Xhatën na njohi, me të nderuarin avokatin Pollum Zallumi, i cili na ka ndihmuar me sfidat tona ligjore. Megjithatë, sfidat tonë kanë qenë tepër të mëdha dhe kemi patur pengesa të vazhdueshme, por duke qenë konfort ligjit, ne kemi mundur që t'i kalojmë shumicat prej tyre. Qindra iranianë të lirë nuk kanë mundur dot deri në këtë periudhë të merrin lejet e tyre të shndrimit për shkak të një gërçi burokratik, por jo vetëm të situatave shtetërore në shtetin tonë. Ata jetonin në pasiguri ligjore pa dokumente identifikimi dhe pa mundësi punësimi të plotë dhe pa akses të qëndrueshëm në shërbimet bazë. Kjo situatë nuk është thjesht burokratike, por është shkelje të drejtave themelore të njeriut. Dhe sipas avokatit dhe studimeve që kemi bërë bashkë, që unë jam bërë nxënës si avokatit, në jeni 14 deklaratës universale të drejtave shëndet, i të drejtave njeriut, që është hartuar që vitin 49, çdo person ka të drejtën të kërkojë që të gëzojë azil në një vend tjetër kundër përsekutimit, sipas Konventës Gjenevës për statusin e refugjatëve dhe protokollit të saj të vitit 67. Asnjë refugjat nuk duhet të dëshkohet apo të jetë pa status për shkak të mënyrës se ka hyrë në një territor dhe kërkon mbrojtje nga persekutimi. Sipas një tekst të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, çdo individ ka të drejtën e respektit për jetën e tij private dhe familjare. Të gjitha këto detyra ligjore janë të detyrueshme për çdo shtet antar të Këshillit Evropian, përfshirë këtu dhe Shqipërinë. Prandaj është domosdoshme që qeveria shqiptare të pajisë menjëherë të gjithë iranianët e lirë me leje qëndrimi për të garantuar jo vetëm integrimin e plotë të tyre, por dhe sigurinë kombëtare përmes një regjistrimi ligjor dhe transparent. Si presidenti i shoqatës në Xhatën Benja kam zhvilluar këto vite një sër takimesh dhe negociatash me komunikime ndërkombëtare me partner strategjik në Europë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Lindjen e Mesme. Këto takime kanë patur një qëllim të vetëm, ndërtimin e një fronti të bashkuar kundër organizatës terroriste Mujahedine dhe mbështetjen e ish anëtarëve të cilët kanë zgjedhur të jetojnë të lirë dhe me djersën e ballit. Këto përpjekje nuk janë vetëm çështje diplomatike, por është një luftë morale për drejtësi. Sepse çdo ditë që një ish anëtar i MEK jeton pa dokumenta ose pa punë, është pa siguri dhe është një ditë ku terrorizmi fiton hapësirë për të jetuar lirshëm në Shqipëri. Në këtë rrugtim politik dhe human ka patur privilegje të vizitojë Republikën Islamike të Iranit për herë të dytë, shtetin më fantastik që kam patur mundësi që të vizitoj ndonjëherë, Iranin e bukur. Dhe në këtë vizitë kam realizuar ajo që u pat ishte backstage në vendet ku me etnirin kemi vizituar dhe kemi mundur që të bëjmë filmimet paraprake për dokumentarin që do vitë do kemi kënaqësi ta shohim të gjithë bashkë. Kemi realizuar një dokumentar që tregon historinë e dhimbshme të familjeve iraniane, të cilat prej dekadash jetojnë të ndara nga bijtë e tyre, të mbajtur peng nga kampet e organizatës MEK. Ky dokumentar është dëshmi i gjallë e asaj që terrorizmi nuk është vetëm vrasje fizike, por dhe vrasje e emocioneve, shpirtërore dhe lidhjeve më të shenjta familjare. Në takimet e mia në Iran, kam parë me sytë e mi pikërisht të vërtetën, sytë e nënave, motrave dhe fëmijëve, vuajtjen dhe shpresën që ata kanë pikërisht tek ju dhe tek ne. Shteti shqiptar do të kuptojë se vonesa për dhënien e lejeve të qëndrimit, aty ku është dhe pika më kryesore ime sot,
nuk është vetëm çështje burokratike, por një çështje politike e cila ndikon në imazhin ndërkombëtar të Shqipërisë si një shtet demokratik që respekton të drejtat e njeriut dhe synon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Nëse Shqipëria dëshiron të jetë një partner i besueshëm në aleancat perëndimore, duhet të dëshmojë se mbron ata të cilat kërkojnë demokraci dhe jo viktimat me dëshirë të terrorizmit që duan të jenë akoma të izoluar, dhe duhet të përshpejtoj procesin e pajisjes së lejet të shndrimit për çdo refugjat në Republikën e Shqipërisë, jo vetëm iranianët. Të dëmbojë çdo element të mbetur të organizatës mujahedine që vepron në kundërshtim me rendin dhe sigurinë tonë kombëtare. Dhe një tjetër kërkesë është të hap dyert për dialog me shoqatën e Xhat Albania si partner institucional për integrimin dhe rehabilitimin social të këtij komuniteti vulnerabël. Ne u bëjmë thirrje Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara, Këshillit të Evropës dhe të gjitha organizatave që luftojnë terrorizmin, që të mbështesin publikisht përpjekjet e Shqipërisë dhe të shoqatës shqiptare në Xhat Albania për të çmontuar strukturat e errta dhe terrorizmin e organizatës mujahedine në çdo formë dhe për të mbrojtur të drejtat e ish anëtarëve që sot janë mesnesh. Në fakt, kjo është një çështje globale dhe nuk është vetëm një çështje shqiptare apo vetëm një çështje iraniane. Terrorizmi, manipulimi ndërkombëtar, manipulimi ideologjik, abuzimi emocional me individët që janë me plagë përbashkëta, janë një plagë e të gjithëve ne. Vetëm përmes bashkëpunimit ndërkombëtar, përmes shkëmbimit të informacionit, respektimit të konventave ndërkombëtare, mund të sigurojmë që asnjë individ të mos përdoret më si një armë politike kundër vendit të tij. Të nderuar pjesëmarrës, historia e shoqatës në Xhat është historia e udhëtimit njerëzor. Ne kemi zgjedhur të mos heshtim dhe kemi zgjedhur vetëm të veprojmë. Kemi zgjedhur të ndërtojmë një urë midis dy kombeve, të cilat ndajnë të njëjtat vlera: punën, respektin dhe lirinë. Iranianët e lirë në Shqipëri janë dëshmi gjallë se njeriu mund të rilindë dhe pse ka dalë nga errësira e manipulimit. Ata janë punëtorë të ndershëm, qytetarë që respektojnë ligjin dhe miq të sinqertë të popullit shqiptar. Ata janë shembulli më i bukur i integrimit të vërtet. Dhe në fund dua të përsëris një mesazh që e kam thënë edhe më parë në konferencat e tjera. Liria nuk është një dhuratë, është përgjegjësi. Dhe sot përgjegjësia ime dhe të gjithëve ne, mbi qeveri, organizatat dhe shoqërinë civile, është të mbrojmë komunitetin iranian të dezertuar nga kampi terrorist mujahedin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faktikisht në çdo intervistë televizive dhe një pikë punë përvojë televizive në emisionet e mia dhe në shfaqje të ndryshme, nuk kam pasur një skalet programime që të planifikoja ato që do thoja, por faktikisht për qenë i koncentruar u mundova të bazohem në ato pikat kryesore të cilat u duhet i komunikoj. Dhe pikërisht ju ata të cilët na bëni të kemi më shumë vetbesim për të realizuar më shumë objektiva, për të realizuar më shumë projekte. Jeni pikërisht ju ata të cilët me duar të klindit tuaja na bëni të ecim më shumë përpara dhe të bëjmë këtë komuniteti që shqiptarët i duan iranianët, që Iranin e duam shumë, që çdo iranian në Shqipëri do integrohet me ndihmën e Avokatit, me ndihmën e Kalilit, me ndihmën e Hasanit, me ndihmën e Hamidit,
mendimin e Egës, mendimin e Gjekës, mendimin e Kekës, ikën të listës, u shqip juve që e doni këtë shoqat, e doni drejtësi, eri në të tyra, një guardavitet për të gjithë ju që e doni shtetin shqiptar, që e doni ligjin, dhe do doja shumë të bëja një thirrje publike për Mariam Raxhavin, Masud Raxhavin, të nderuar lider të organizatës terroriste. Nëse keni mundësi të bëni dialog me shoqatën e gjatë ose me shtetin shqiptar, të lironi ata njerëz, ose të bëni të mundur një komunikim në kampin tuaj të madh dhe të mbyllur. Ato familje që unë takova në Iran kanë nevojë të komunikojnë me fëmijët e tyre që sot janë burra dhe të moshuar madje. Kanë shumë nevojë që të kenë një komunikim dhe ne jemi zëri i tyre. Ju lutem, keni mundësi për negociata, keni mundësi që të bëjmë të mundur qoftë vetëm një telefonat me fëmijët e tyre. Nuk kam se lutem fare, po për shënjën e respekti. Një gjuhë komunikimi kemi për të gjetur. Dashme të mira, dashme luftë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit të gjithëve për këtë